për ndryshe shumë dyrë mu kanë mbyllë në vendin që prindi jem ka luftu për këtë vend. Plagosën t'i kemi bajt njëra ndryshme, me drona, me një qibe, dhe aty janë mjeku. Në rast e luftës, na nuk jena dorëzu. Luft, darsëm. Krejt kanë qenë ndjenja të përzime. Sot fshati ka mjetë veç si toponim ose si emër, ndërsa banor fatkesisht nuk ka. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në një tjetër javë, në një tjetër emision të radhës të Votrës tonë. Me një kënaqësi shumë të madhe, ditës së sotme ja kam dedikuar kryesisht komunës së Shtimës, duke hyrë në zemrën e fshatrave, po bëhet fjalë specifikisht për fshatin Llanisht, një fshat i cili fatkeqësisht nuk e ka asnjë banor të vetëm që aktualisht është duke jetuar këtu, mirë po fshati Llanisht, sikur të gjithë fshatrat e Republikës së Kosovës, sigurisht që e ka një histori shumë të veçantë, të ndarë në etapa, ashtu siç e themon e gjithmonë, e ka historinë edhe e luftës, e cila është jashtëzakonisht e dhimbshme. Sigurisht që nga ky kënd i bukur mbrapa me shihet një natyrë mrekullueshme nga ky fshat, që ndoshta njerëzit kanë filluar vetëm nga pak me ndërtu villa malore mbi të gjitha, që i bën të mos e lëshojnë totalisht fshatin, sepse gjatë verës ata banorë të cilët janë shpërndarë në qytetin e Ferizajt, në Suareg dhe shumica prej tyre janë në komunën e Shtimës, pra në qendër, ata gjatë verës vinë dhe mënohen që ndoshta me rikthy edhe një herë jetesën që e kanë zhvilluar në fshatin Llanisht. Gjatë ditës së sotme sigurisht që do të mësojmë historinë dhe historinë e emrit Llanisht, po ashtu edhe ku mbetën njerëzit e Llanishtës në fakt, pse ata e braktesën, ani pse jo përgjatë rrugës patët mundësinë me ndjek shumë emra të rrugëve të emëruar, të cilët sigurisht që janë shumë të veçantë. Për këto dhe shumë detaje të tjera, së bashku me Kujtim Saqipin, ne gjatë ditës së sotme këtë emision do ja kushtojmë një ditë të tërë këtij fshati. Sigurisht që nuk po du me e fillu këtë emision pa i falenderu edhe banorët të cilët kanë jetuar në këtë fshat, e cila ka qenë ftesa tyre dhe propozimi tyre që të vi brenda fshatit Llanisht. Sigurisht faleminderit edhe shikuesve për gjithë kritikat që po i marr, të cilat për mua janë një mësim se si ta bëjmë historinë e fshatave të Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme. Po ashtu faleminderit ISP Broadcast, i cili nuk po ndalon asnjëherë që neve na motivojë të vijmë në për këto fshatra që Votra joni ka. Qëndroni me neve në bukuritë e natyrës të fshatit Llanisht. Kur themi që kur
Lulzon kryesisht pranvera dhe stina e verës në fshatin Llanisht, sigurisht që dikush prej banorëve që ka jetuar këtu, tokën dhe shtëpinë e tyre nuk e le totalisht në dry, mirë po vjen dhe qëndron aty mbase për të kaluar 3 muaj verë. Kam shumë fat nga njëherë se edhe siç po kam ditën e sotit, sepse Hajrullah Halili është një banor i Llanishtës, i cili ka shumë profesione mirë, po profesioni që mu sot dohet ndoshta më së shumti është ajo historian e zoti Hajrullah fatmirësisht e ka atë. Sot po du me bisedu me qenë se nuk ka shumë banor e që ndoshta më vën mundi me bisedu edhe me dikon tjetër, mirë po aktualisht shtëpia e zotit Hajrullah është këtu, më falni se unë pa e bona i gabim nuk e lo, po me qenë se shtëpia këtu e zotit Hajrullah, sot po mundohemi që ndoshta në për periudha të ndryshme të mësojmë shumë për fshatin Llanisht. Hajde se bashku me mu. A dënë musafir? Pa dera shqiptarit të shqelë gjithë. Të në gjatë jeta? Si e ndëruar? A je mirë? Mirë, jo, si Ja kom bo si do musafir që gjatë një farë kohë ka nërë pa telefonu heq, kështu musafir të paftum, a i pritni? Po, sigurisht po, mirë se kini ardhur. Mirë se ju gjetëm ndërum, për me bisedu me ty, unë duna me ta vendosë edhe ty një mikrofon. Ku pe morim një vend, do shta më nhia, ku po dënë ti? Po, dolim këto, po, ma bukur. Ndëruar, mirë se ju gjetëm në këtë Mirë qatë. se erdhët. Shumë fështirë me gjetë dikën, po unë e po ta fatin, po këthejmi kështu. Po ta fatin me taku një njeri që gëgja mirë din për historinë e fshatit Llanisht. Historian. Po, me profesion historian. Por ndryshe, arsimtar që 36 vite. A e fillojmë kështu, zoti Hajrullah. Po. Ka po ndodhë me fshatin Llanisht? Ty të taku mirë, po në vetëm shtëpi të braktisura. Të braktisura. E vërteton, do me thonë që fshati ka qenë i popullum qysh herët, mirë po fatkesish ky fshat është braktis pas vitit 2015 ka mbeti zbrast. Llanishti ka një histori të ngjeshur, them, si vendbanim përmendet, do me thonë, nga koha romake bizantine, shekullit e 2 dhe 3. Këto jep me kuptu njësër vendesh që janë bo gjërmime arkeologjike në vitin 2004, është fjala, do me thonë, Trojit e Moqme, atje të shkolla ku keni qenë, pasta janë varezat e krishterëta në pjesën përballë që e kemë, rruga cila ka kalu kësajde via Egnatia, do me thonë, është fshat që përmend gjitha periudhat historike. Pastaj, do me thonë, është fjala në kohën e pushtimeve bulgare, shekullit 11-13, pastaj pushtimeve turke, edhe të fundit, do me thonë, është serbe, prapë bugare, do me thonë, në vitin 1915-1918, kur definitivisht, do me thonë, edhe këto vendbanime ranë në mbretërinë serbo-kroate slovene. Pastaj është edhe periudha, do me thonë, mas çlirimit, themi ashtu, luftës nacionale shqiptare, përmendet, do me thonë, periudhat të dhimbshme, po edhe periudha, do me thonë, që kanë një lavdi të rëndësishme sa i përket historisë. Në qoftë se morëm si fshat, do me thonë, gjitha periudhat duhet krenohet me historinë të cilën ka ndodhur në këtë fshat, është fjala që hiç më mirë nuk e shpëtuan as pas përfundimit të luftës dytë botërore, ku brigada e 6 dhe e 4, njëra nga pronja tjetra Kotorit, duke ndjekur kundërshtarët e vet, siç ishte në atë kohë Bolli Kombëtar dhe NDSH-ja, ky fshat ka qenë, do me thonë, vend ku të dy partë janë ballafaqu. Do me thonë, ky fshat u detyru të ditën të gatuj për partizan, të natën, do me thonë, për koçak që i kanë thonë, edhe fatkesisht ndjekje sipër këtu vritën edhe 2 kundërshtarë, do me thonë, të atij sistemit, Recep Kabashi, do me thonë, zbashkë me një kusherit vetin, të cilë kanë qenë pjesë, do me thonë, e lëvizjes së atëhershme për të ashtuqur formimin e një
Shtetit Përbashkët. Është edhe një vend mjaft interesant, ne I thojmë ku vro askeri, dje që askeri kanë thonë ushtarëve, I cili është vro, do me thonë, me njëherë, vitet 1923, fatkesisht identiteti asnjë I tij kur nuk është ditë, mirë po ne si banor I kemë rujt. Edhe këta deri në përfundim që janë sistemu se cili, do me thonë, në origjinën ku kanë qenë me vendbanim, do me thonë, prej ka kanë pas prej ardhën. Ajo që është për me cek edhe në fillimin e luftës fundit, do me thonë, në fshati ka qenë qendër e shumë, do me thonë, togjeve, kompanive, pastaj brigadave, zonave operative, faktikisht ka qenë si qendër. Përveç se ka qenë si qendër e njësive ushtarake, ka qenë vend ku ka strehu, do me thonë, një numër shumë të madh të popullatës. Kjo ka ndodhur sidomos dyndja më e madhe ka ndodhur zakonisht pas ofenzivës në Budakov me 3 korrik të vitit 1998, ku këto kanë ardhur, do me thonë, banorët e fshatra Budakov, Papaz, pastaj Krushise, poshtë me Krushise për me Muhlan dhe janë strehu këto. Edhe në ofenziva tjera, do me thonë, kanë ardhur. Mirë po ajo që ka qenë dyndje më e madhe popullsisë, ka qenë ajo e 25 marsit të vitin 1999, do me thonë pas masakrës që ka ndodhur në Suharek, në familjen Berisha, dhe gjitha ajo popullat, do me thonë, dhe komunë Suharekës po thuaj, që kanë marshu drejt Vraniqit, kanë ardhur në Suharek. Në atë kohë kanë pas rolin e drejtorit për marrëdhënien publike ushtarake, dhe kemë pas sistemimin e tyre, sipas regjistrave të cilat I posedojmë. Këto gryka kanë pas dikun rreth 75.000 njerëz të zhvendosur. Një pjesë e tyne, do me thonë, rreth 1.500 kanë qenë në për familjet mitpritëse, aq ka qenë kapaciteti se në të kohë nuk ka pas për 1.015 shtëpi, po mesatarja ka 100 dhe 150 për secilin familje, gjithë I falenderoj se I kanë bajt me shpenzimet e veta, mirë po kuptohet që edhe ne si drejtori, do me thonë, civile për marrëdhënien publike ushtarake jemi bu do me thonë, në mbrojtje tyre ose sistemimin e tyre. Këtu kuptohet në fillim ka vepruar togu I dytë, Xhemal Rexha, do me thonë nga muji korrik, do me thonë 8 korrik, deri me 29 shtator, do me thonë kur ushtria serbe merr një ofenziv, dhe kuptohet që kemi në këtë kohë pak sa një rënje, do me thonë edhe kem pastaj ardhen e brigadës 60 të njësisë diverzante Jetullaqari, e cila vendose këtu të shkolla ku e keni po ju, nga muji nëntor I vitin 1998 deri me 9 maj, kur prap kem ofenzivën tjetër. Ky fshat njihet, do me thonë, me të gjitha traditët e mikpritjes, bujarisë dhe gjitha ato që ka qenë e pamundër, si që ma tha një herë një person që u thësha me to, më pyeti nga I, thash një fshatit vogël. Pa tha soj vogël pjap si shembull një fshat. Jo, thaj, nuk ish I vogël, pa ish, tha maj madh se krejt Kosova. Tha se unë kam qëndru për 6 javë aty, tha, edhe I falenderoj shumë. Në falë për ndërprerjen. Në fakt përmende shumë luftra që ndoshta kanë godit këtë vend. Nga erdhëm rrugës, në fakt shumë emra që për mua, personalisht ndoshta për opinionin që e shohin këtë emision, janë të paqarta. E pom spitalin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka qenë si një lloj shpelle. Mandej e pom kronin e zonave, e pom kronin e Çikës, e pom një mulli. Shumujt pak më përmend realisht kjo ne me të kuptu se ky vendbanim është shumë I vjetër. Këto janë toponime, do me thonë, vjetra, kroj zonave, unë kam shkru, do me thonë, një ponim rrësoj, do me thonë është e kohës se janë një pjesë I mitologjisë, mitologjitë do me thonë mund e qenë edhe të vërteta rreth asaj, se si kanë mbetur, është fjala, do me thonë, ato zonat që përshkruajnë ato janë vajzat shëndetshme të bukura, kështu që ju kanë shërby banorëve në shërimin e ndonjë smundje apo ju kanë paralajmëruar për diçka. Tja keni po dhe pastaj e kem kronin e Çikës,
që faktikisht ajo është kroni i Mrikës, prapa ajo është e ka një legjend vetëm, domethënë, siç ka qenë te na tradita, domethënë, ku zakonisht ujtë kanë bërë gjinia femrore edhe faktikisht aty ka lind një farë kumarie, na i thëmë në atë kohë, edhe ka mbetë mes dy fshatrave. Përmend edhe shpellat, realisht komuna Shtimës ka një numër shumë të madh shpellave. Sa janë të zbuluara? Realisht unë kam arrit me identifiku dikon në vitet 92, dikon 34 shpella. 34. Po, ma të rëndësishme, është shpella i Merdeve-Takit, shpella, do më thonë, shpella ku e keni pa ju që është e lakuregjve ose që ka nejtë të plagosërit, shpella tjetër është një që prapë është të vendi i qujtur Rrina, do më thonë në pjesën e Greqesit, edhe e ka një, se cila po thuaj shpell, ka një historin vete që ka shërbyt, do më thonë gjatë periudhave të ndryshme kohore. Pra, edhe vetë kjo tjetë me kuptu shemull, varezat e moqme, pastaj është shemull janë edhe këtu ndërtimet e vendbanime që kanë qenë, do më thonë, në atje pjesë në ullë, se edhe diçka unë karakteristikë, do më thonë këfshat, 5 herë është djegë, 5 herët kanë ndru pozicionet e vendbanime, edhe interesant që prapë kemi 5 vende ku janë varezat të ndryshme. Do më thonë, lokacionet sëherë, do më thonë, ka ndodhë një djegje, ose një luft, ose një shkatrim, do më thonë, është ndryshu vendbanimi. Faktikisht, tash ku janë shtëpit sët, dallojnë prej pozitës se ku kanë qenë për para. Edhe varez, po, luftra, do më thonë, çdo herë është luftra. Do më thonë, para kësë luftës fund, kjo është djegë edhe nga ona partizanve. Do më thonë, ti njek balestë, kanë qenë një 2-3 edhe këtu të shatit, cilët jam të mundu me një libër për mbledh ata, jep, do më thonë, me kuptu se edhe pse shemull geografikisht vendi vogël, faktikisht ka një histori të madhe si fshat, do më thonë që ekziston. Edhe mund të themi se mesin e vendbanimeve, në Kosovë del ndër vendbanimet më të hershme. Faktikisht me fshatin Papaz, që është këtu pranë nesh, Llanishti, pastaj është Delluci. Këtu përmenën si vendbanimet. Për djetra. Mirë për faktikisht Papazi ka pas diku tjetër, shumë largë shtëpit, ndërsa Llanishti de facto asnjëherë nuk i ka. Edhe diçka është interesant, se ky si fshat është i fisit supë. Ndërsa ai fshat janë është Krasniq. Është një interesant ceka që kur mes vetes ka pas konflikt, është e para, e dyta që janë konë si flamuj që kanë përcaktu deri sa nuk është bon ndarja katastrale vendbanimeve që nuk kanë lëviz asnjëherë. Se ky si territor, më herët para caktim të zonave katastrale ka pas kufi, do më thonë më gjatë që ka shku deri, thuja edhe qadrake në Duhël, do më thonë që ne i qumë ato vende të Grenica si toponime djetra. Do më thonë ka njësër toponimesh që ekzistojnë. Për më këthy të fshati Llanisht, unë e di që ndoshta me folë edhe ti paske ndoshta shumë fakte që nge duke shkruajtur, edhe me folë ndoshta për historinë mundet më na marrë edhe me javë të tëra. Po ndalemi pak te fshati juaj, tek fshati Llanisht. Çfarë ndodhi i nderuar që shkolla u zbras, njerëzit e braktisnin këtë fshat, cilët ishin ndoshta faktorët që e sollën deri? Më sepër me domethënë kanë qenë faktorët domethënë ekonomik, infrastruktura mos për kujdesja nga ana e qeverive komunale. Unë kam qenë edhe përgjithësi kësaj shkollës 22 vite, ku edhe 22 vite kam qenë si mësimdhënës. Faktikisht filloi në mënyrë graduale, domethënë një farë propagande nga vetë pushteti komunal i asaj kohës dhe e pruri deri te mbyllja e saj. Domethënë e kishte pretekstin do shta e privatizimit soj për interesa dikuj tjetër, gjë që edhe keni po çfarë gjendje kanë prunë. Se këto faktikisht para kësaj shkolle, ka ekzistuar edhe një shkollë tjetër, në që se keni po atje mes lumejve atje. Do më thonë ajo është e viteve 1968-69. Në vitin 1971 është kja. Nga vitin 1971 deri në vitin 2014 ka funksionu. Kjo shkollë, kur kam qenë në nxënës i saj, ka pas 180 nxënësa.
180. Po, në vitet 90-ta, do më thënë ka qenë 120. Mas lufte kanë qenë 90 në zonësa. Mirë, po faktikisht sikur të kishtë ditë ku vendi komunal, do më thënë të trajtoj këto, me siguri sot prapë do të ishte funksionale, mirë, po komuna nuk ka pas qeveria asë një tërë, do më thënë interes, filloj thyrja, vjedhja, plackitja, gjitha ato, kështu që edhe popullata po që është të vështirë edhe po me jetu këtu edhe filloj tërheqja gradale. Panurët e fundit janë tërheq vitin 2015, shkolla ka funksionu deri në vitin 2014, që edhe bëri zbrazjen e fshatit dhe sot fshati ka vetë veç si toponim ose si emër, ndërsa banor fatkesisht nuk ka. Ta banor janë banor sezonal ose ditur. Të flasim pak për ty, nga personalja ndoshta, ti vjen shpesh këtu apo gjatë verës? Unë po thuaj çdo çunë dile jam këtu. Edhe plus edhe mrana javës ve këtu. Prej çka keni jetu? Jemi nga fundi bisedës? Ky fshat zakonisht është marrë me bujqësi dhe blegtori. Realisht tu ka pas familje që kanë pas shumë dele, shembull, lup, dhi, do më thonë që janë marrë dhe kanë mujtë me mbjetu. Faktikisht nuk kanë fshat që s'mund të mbjetuet. Është këtë, kjo është e jemja gjithë. Kjo ka mujtë, do më thonë, për një familje 20 antarëshe, mos me qenë nevojshme kur gjo me blesë, gjitha ti ka bo. Po faktikisht, mos kujdesi, do më thonë kja, pak edhe neglizhimi i saj ka orë deri të zbro. Edhe faktori kryesor është mbyllja shkollës. Ajo ka qenë një ndër faktorët kryesor? Faktori kryesor ka qenë se ne nuk ishë mësu me jetua në ato kusha mirë, po kur mbylla shkolla u po që këtu është thjerë më të jetuat. Se vetëm që ka qenë perspektiva ja. Zotë Hajrullah, prapë po të kërkoj falje se ndoshta janë ata minutat që i kemi të rezervum. Ti qenke prapë e rithekësoj që qenke duke shkruajtur sigurisht hinë edhe historia e fshatit Lanisht, po du më të falenderu, sepse më prite ndoshta ta mën ato traditat që i përmendëm. Falenderit, jeni të mirë se ardhur edhe ju. Kjo ishte paka shumë historik të fshatit në pika shkurtra. Ju falenderit që keni gjithë ku, edhe mirë kuptim, edhe kujdesje, s'po ku bile me paracit se qëfar ka qenë dhe qëfar ka mbet nga këtë fshat. Fatkeqësisht nuk pas ka mbet më së mirti në botë. Me gjithë këtë histori që pas ka kalu. Një fshat që e ka ndjek 5 luftra, ka t'i kalu gjithë shka dhe në fund me o praktisë është ndoshta pak... Edhe qka më keqe që s'po ku bile nuk janë gjendje as qeverit e më hershme, as sot të bëjnë një rinovim, keni pa objekte që kanë shërby si shtabe, ka objekte që kanë shërby si kazerma shtarake, ka objekte që kanë shërby edhe si kuzhina popullore, ka objekte që kanë njëjtë ushtria aty, kanë fjet, edhe prap nuk janë gjendje s'po ku një shenjt vënohet që ka një element që ka një histori. Për këto përgjigjen në që se dilja ta japin ata të kuvendit komunal që janë. Edhe pse kam paraqit kërkesa ndryshme, po... Nuk është marrë asnjëherë parasysh. Jo. Sa i përket tejet, faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Për përmend të gjitha këto sfida, shumë kisha dashur që me e taku edhe ndonjë pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, mbase kam qenë e pamundur, sepse këtu nuk i keni kojshit ofër, po gjithsesi faleminderit. Po faktikisht do ki pas Xhemal Jetishin pjesëtar të UÇK-s, edhe unë kam qenë domethënë deri në fund, faktikisht ju ka ra një u dhe 2 punë. Ju falenderit të mirë. Falenderit shumë. Me dërshëf. Kënaqësi për me dëgju, pa sa është e dhimbshme kur ndoshta në pak minuta në etapa të shkurta dëgjuam historinë e fshatit Lanisht. Unë e thash që shumë kisha dashur që sa i përket historisë me taku edhe njerëz që zotri Hajrullah i përmendi në fakt me çka janë marrë, ka pasur në fakt ky vend pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, po gjithsesi ndoshta me menu anën pozitive ashtu siç edhe dëgjuam, për aq kohë sa qëndrojmë, sado që ndoshta pushteti nuk është që është marrë me këtë vend që ka kontribuar në mënyra të ndryshme, por ne sigurisht që juve po ju ofrojmë pamje nga fshati Lanisht.
Kontributet e popullit të Kosovës në mënyra e forma të ndryshme kanë qenë ndoshta iniciativa mbi të cilat ata me vete kanë menduar dhe kanë pasur një qëllim që nuk do t'i ndaloj asgjë. Pa marrë parasysh që ndoshta shumica prej tyre, ne qoftë rinia ose qoftë gjeneratat që e kanë përjetu luftën, ne i përulimi mundit dhe sakrificës që ata kanë bërë që Kosova jonë të frymoj lirshëm. Aktualisht, unë thash më herët që është e pamundur me gjetë njerëz në fshatin Llanisht, mirë, po ndoshta ai njerëzillëku i mirë që ku të shkon dikun në për shtëpit e huaja vjen i zoti shtëpisë. Kështu që me një kënaqësi shumë të madhe edhe ju shumë rastisht ne e zgjedhëm që t'jemi para përmendores Shaqir Tërshanit nga fshati Grajqevc, e i cili me 10 maj të vitit 1999 kishte rënë dëshmor në fshatin Llanisht. E kur e përmenda kontributin, pranë meje sigurisht që është zotri Xhemajl Jetishi, banor i fshatit Llanisht, njëherët ish pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, kontribues në arsim, e ndoshta i ka kaluar të gjitha sfidat që kanë qenë gjatë luftës e etapat të ndryshme në fshatin Llanisht. Faleminderit shumë që e gjete kohën. Faleminderit ju që keni dhënë kohë. Me mua dhe me marrë një rrugë kaq gjatë për me ardhur në fshatin. Unë ju marr para juve në fshatin e juve. Faleminderit ju që keni gjetë kohë dhe një ardhur na keni vizitu. Zoti Xhemajl, unë e thash ju rastisht erdhëm këtu. Tek lavdi tashmë zotit Shaqir, ti ke qenë bashkëdhtar me të gjatë luftës së fundit në Kosovë. Çfarë mban mend? Ne dëgjuam për historinë e fshatit tuaj në fakt. Cila është aja memoria jote që ti e ke kalu gjatë luftës? Po, unë kam qenë bashkëdhtar me Shaqir Tërshanën. Ky është vrarë me 10 maj 1999. Vija jonë e ushtrisë ka qenë prej Ktunit deri në Çadrak, që kjo farije, edhe kjo ana mrapa deri ana e Topillës. Po. Për me i hy, ndoshta sepse na dëgjuam shumë e thashe për i theksoj për historinë e fshatit Llanisht, nga erdhëm rrugës ne pam një shpellë që ndoshta me shiku me sy duket afër, por me jam sy me unë gjitë deri atje është goxha lart. Ju si ushtar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, çdo ditë pothuajse se ndoshta për 5 muaj so ka shërby me atë sa kam informacione prej janarit deri në maj të vitit 1999, ju vetë të plagosurit i keni dërgu atje ndoshta si pjesë, ti themi, spital që jenë trajtu ato. Po, ka qenë spitali improvizum, po ka në rregullum, paka shumë në rrethonat luftës. Plagosin i kemi bajt njëra ndryshme, me druna, me një qibe, dhe aty janë mjeku doktor Indjer Vezer Bajrami, Ismet Jetishi, e të tjerë. Aty 5 muaj ditë ka funksionu që e spital. Dhe i përfundim të luftës. Base jo me dosh më të kthy, se unë e di që janë pjesë dhëmshme që me i kujtu, ndoshta nuk na vjen edhe shumë lehtë, sepse edhe tashmë dëshmorit që ne e kemi përmendorin e tij mbrapa nesh, ai e ka humbur jetën mirë, po për mos më të kthy gjatë luftës, çka kujton momentet dhëmshme që ju i keni kaluar me shumë sfida, i nderuar? Ti vetë si ushtari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po besoj e kam fjalën nuk e keni kalu lehtë luftën e fundit në Kosovë. Apo jo? Po, si rast më i rëndë, më kujtohet familja Aslani, kur i ka humbë 11 antarë. Në mesin e tyre ka edhe Isak Aslani, ushtari i juni. Ai ka humbë familje me 7 antarë të familjes. Po zhdu familja e tij. Edhe me 28 nëntor vitit 1999 është mbajt darsëm në shkollë aty, është si rast i rrallë, me uniformat ushtrisë, është martu përzit ai, Isako, edhe tash i ka 2 fëmijë, është për 3 familja, o ka në rast shumë i prekshëm. Do me thonë, kur është mbajt darsëma para shkollës, aty jena dalë, na nuk kena mujtë prit letë. So ka shumë rast i ndishëm, po kjo të regon se shumë edhe në rast e luftës, na nuk jena dërzu. Edhe pse është duk, familja, apet kemë mbajt gëzima e enxhe, që kjo rast më duhet pak më i veçantë. Do të në datën 28 nëntor të vitit 1999, ju keni mbajt ndarësëm në oborën e shkollës. Po. Ju të vesht me uniformen e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Po.
Qysh ka qenë, çfarë ndjesie, luftë, darsëm? Krejt kanë qenë ndjenjat Përzime. përzime. Shumë ndjenjat përzime kanë qenë ashtu konë, po mirë. Për me dalë pikërisht tek fshati Llanisht, kure lëshove këtë fshat, kure braktisë, cilat ishin faktorët ndoshta? Fshati është braktis prej vitin 2014. Banori fundit prej këtu të largu 2014. Nuk ka perspektiv, i kanë anashkalu fshatrat, nuk kanë investu, vetëm që kjo rrugë që ka ardhë, nuk, çdo qeveri që ka ardhë mas luftës nuk ka kontribu për fshatra. Pa marrë parasysh pse ka konë kontribut shumë i madh ky fshat, sepse është i vogël me zemër të madhe, Po. ka dhënë kontribut të madh, po nuk është bë kur far investimi. Është përtar keq. Është përtar keq se kanë mujt, shembull, do pllaka me qit ku ka nejt ushtria, shembull, ku kon shtabi. Me rregullu pak, shkolla shembull nuk u dut me ardh në gjendje. Me u shkatru. Me u shkatru, sa ja kon vate arsimit, janë dalë brezat ton, gjeneratat që sot kanë mrit doktora shkenca, historian, tana lëmit i ki. Po. është shumë dam i madhe, ja shkollë që mu damtu, kurse mund me ardhe dhe njerës me pushu, pse mu shkatru? Kur ka pas nevojnë vetëm një rrethojmë ju bo, rrethit, një ruje me pas edhe shkollesh në gjendit regull. Do thot pa përgjësia njerëzve dhe ndoshta neglizhenca vetë pushtetit e ka botë që marrë në këtë gjendje edhe me u braktis. Nuk po moj me kuptuane. Po. Çdo qeveri që ka ardhur në shtime, çdo shamo edhe ma herët edhe tash, se nuk kanë bërë investime. Vetëm pia na shkalojnë. Nga një herë dhe vjetë turp me përmen Llanish nuk e di pse. A kontribusi më i madh konë si në etapat e luftës, si pas luftës, si para luftës o konë vend që ka kontribuar shumë lami. Zot Gjemajli, unë e di që edhe ty, ashtu si që tash Zotit Hajrullah me bisedu, ndoshta mundet edhe me na qelë mëngjesi, sepse kemi shumë çka ndoshta me thonë edhe për neve gjeneratat e reja me tregu, po du me të falenderu që e le punën, e pranove me ardh, edhe ndoshta sa do pak me tregu këtë lloj historie, po du me qenë që jemi këtu, asnjëherë nuk mundemi ndoshta me javë shpagu që shë thot populli ato që keni bo për që ne sot do në më ardhë këtu e ne me frimu lirë shumë, kështu që falemderit shumë që more këtë rrugë edhe bisedove me mu. Falemderit edhe për ju që keni dohë ku, Pa tjetër. e ju ka ronë ndërmend me në vizitu. Po shteti jo bilione. Falemderit shumë. Ju falenderim shumë i veçantë dhe pa tjetër që në secilin emision që ku do që mbjen rasti me po fshatra ku kanë derdhur gjak, ndoshta prap po e them se sa e rëndësishme është që ne sot frymojmë lirshëm, janë pikërisht këta njerëz të cilët ata nuk janë më në këtë botë mirë, po mundi sakrifica e tyre asnjëherë nuk ka për t'u harruar. Sigurisht që më këtë bisedë fantastike të Zotrit Gjemajli po kalojmë në një pjesë tjetër të fshatit, në shumë pjesë tjera të fshatit në fakt që paraqesin histori e dhimbje, por edhe plot gëzim.
bëhet fjalë për një histori të fshatit që daton 500 ose 700 vite përpara, ashtu siç e ka historinë edhe fshati Llanisht, sigurisht që ka edhe gjëra ose mbetje që ndoshta i simbolizon ato legjendat ose historitë që vartojnë konkretisht, si në këtë rast siç është edhe krua i zonave ose kroni i zonave, ashtu siç njihet edhe në popull, ndryshe na ndon vetëm një urë për me shku deri tek burimi. Si shtojnë në fakt edhe historia, ndoshta edhe njerëzit që e kanë vendosur këtë në skaj të rrugës që te kanë ma lehtë, ndoshta ta kenë më të lehtë që të marrin ujë këtu. Ata e vendosin një shej ose para që ndoshta ta kenë fatin më të mirë ose si që ecë mbarë gjithçka. Ashtu ka mbetur edhe ashtu ndoshta veprohet. Nuk e dija mundet kujta me më përcjell edhe me shku deri atje që të kena pa mundur me hi, po vish po të më shku deri te burimi edhe me pasë çka njerëzit kanë lënë ndoshta si shej. Kroni i zonave është dhurat nga Ahmet Z. Reshani në vitin 2010 dhe sigurisht që dikush që e ka njoft bukur mirë historinë. Ndërkohë në një deg aty nuk e di kujta se mundet me e fokusu, është një lastik i lidhur nyje, e që po besoj i kanë besu asoj thënjes që të lëm diçka ndoshta për një fat të mbar, madje banorët na thanë që njerëzit lënë edhe para qoftë letrës ose të hegrit, si që thash, për një fat më të mirë që vazhdon nga tutjet. Ndërkohë, kë krua nuk shterron kur, nuk ka shterur me qindra e vite përpara. Kështu që krua i zonave vazhdon e rrjedh vazhdimisht. Histori të tilla që dëgjojmë në për vendet e fshatit ton të Votrës, fshatit ton jo, po të Votrës ton, në fakt të Kosovës ton të dashur, për mua gjithmonë besin një frymëzim, edhe uroj që përmes këtyre pamjeve, përmes këtyre historive, po mësoni edhe ju shumë çka, edhe përmes secilit emision që jam të mundu me ofru përpara juve, mirë po edhe përpara vetes, sepse e kam thënë dhe po vazhdoj ta them që për shumicën e fshatrave ndoshta ose nuk më ka rarë rasti me shpjetu për to, po kam një fat shumë madh që po vi dhe po i mësoj. Ne bisedua me njerëz që i takojnë ndoshta gjeneratave më të hershme, gjeneratave dhe moshave të mesme, kështu që sot pas na pas shumë fat në një fshat të braktisur, po bëhet fjalë do thotë edhe për një vajzë të re të fshatit Llanisht, që më një kënaqësi shumë të madhe, po e përshëndes. Një herët pika referuese ke qenë ti që unë me ardhë këtu. Po. Një dashni shumë e madhe për fshatin Llanisht. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Faleminderit që keni ardhur. Emine Jetishi, përndryshe vajza e zotit Xhemail. Po. Atë fillojmë prej emrit. Po. Me gjas emri do të me qenë i trashëguar nga Emri jam është i trashëguar prej gjyshës, do me thonë nonës të babit, kum lind kohën e luftës, edhe në atë kohë kur babi ka qenë ushtar, nuk është se ka ndosh njerëz shumë me pasën emrin e gjyshës, për arsye që ka qenë e urtë, edhe babi ka vendosur që unë si vajzë me pas edhe emrin e gjyshës, se e ka do shumë, po edhe me trashëgu emrin e nonës të tina. Çka po i bjen kjo gjyshja ka qenë e urtë, e nuk ka ndosh më ta vendos ty se ti ke qenë Se ka menu mos po bona pak ma agresive. A më mirë. Njëri e fshatit Llanisht, cila është memoria jote ose kujtesa jote, sepse i takon ke lindur në kohën e luftës në vitin 1999, mirë po çka mund mend në fshatin Llanisht? Unë realisht kum lindë në Shtima, po një pjesë të fëmirisë se kum kalu në Llanisht, gjatë që edhe pse kanë kalu shumë vjetë, ajo periuda e fëmirisë nuk është zovënsua së në qytet me këtë pjesën e fshatit. Kështu që Llanishti përveç se është frymëzues, ka rritë edhe njerëz që tashmë janë me profesione edhe drejtime të ndryshme. Po i përmendim profesionet,
çka je të studiu ti? Për momentin jo master në përfundim të masterit në drejtimin e pikturës. Tu e cek që edhe fshati më inspiron, sidomos në sezonën e verës, kur del edhe e sheh në natyrë, të lindin shumë ideja që me kontribu masandej edhe në fusha të ndryshme. Ndoshta pa dosht me hi, sepse janë disa gjëra që ndoshta automatikisht na shkojnë mendja tek politikat e vendit tonë. Një studente cila është duke studiuar në Tetov, mirë po jo në vendin e vet. Çfarë ndodhi shkurtimisht? Emine. Shkurtimisht kom pauzu një vetë, sepse s'jom pranu, edhe me dëshirën e madhe që kom pas për artin, jo në atë aspektin që me qenë veç një artiste, po në atë aspektin që artin tem me zhvillu me personat që kanë depresion, stres, angst, personat me autizëm, gjë që jam të ndjekë edhe trajnime në këtë lami, kështu që besoj që së shpejti do kemi edhe një studio për këtë gjë. Edhe pa drejtësia ndoshta s'kom plotsu ndaj kriter në Prishtinë, nuk e di, po familja jem i falenderoj shumë që kanë qenë për proja shumë e madhe. Kanë qenë për proja e madhe edhe kom vazhdu me ëndrrën larg Kosovës. Për me kalu pak tek sado që kjo pjesë në fakt është dëshpëruese mirë, po ty nuk ka barriera që të nalin për me vazhdu në profesionin tënd. Sa i përket profesionit si artiste, çka ishte një ekspozit për William Walker? Ti desha ta bëje për dirisa ajo është ende gjallë, një mik i Kosovës. Ka qenë 5 vite, edhe çdo ditë ku mendu a ka me jetu, pasi që ishte me një moshë të shtyrë, edhe kështu që ka qenë pak hapësira e kohës, nëse ka me konë gjallë, edhe kam dosht me arrit, kështu që ja arrita. E realizova në ato mundësit. A të ka ra personalisht me taku William Walker? Po, ka ardhur në vizit në ekspozit, kështu që jam shumë falenderuese. Ti e ke arrit pritshmërinë tonë? Ato që kom dosht me arrit në profesion temen, e kom arrit me ekspozitën e William Walkerit, pasi që ka dhënë një kontribut shumë të madh, edhe që babi u konë ushtar, kështu që si vajzë e tina, kë u konë qëllimi jam. Absolutisht. Fjolla babit ka qenë që edhe nëse studion pikturën, më nësh me kontribu për atë dheun edhe me pikturë. Kështu që ka qenë inspiruese. Në ata hapa. Kur i sheh me sy këtë natyrë, ndonjë imazh figurativisht se tash je artiste, çka të kthen? Cila është memoria jote kështu e saktë që ti kthehesh në familjen tënde si Emine, si Eminja e vogël? Si memoria, nëse isha kthy, një ekspozit personale për kohën e fëmijërisë, e di që kishte dalë shumë mirë, edhe ndonjë koloni artistike me artista vendas edhe ndërkombëtar. Ambicjet e mëdha? Mendoj që me qenë ambicia e madhe, kështu që gradualisht e arrin. Çka ndodhi në vitin 1999 që ty të harruan në shtëpi? Kohë e luftës. A mundesh me nda pak minuta? Ka qenë pak minuta. Në Godancë jemi konë të qëndru, të shtëpia Leukës, edhe kanë orë serbët, kështu që veç thjesht më kanë harru për pak minuta, tu janë këty më kanë morë, edhe kështu që si histori. Dushta ju këmë dosht atë dhejut. Kjo koincidenca është, sepse ti e vitit 1999, unë jam i vitit 1998. Koha e luftës ka bo që edhe mu më kanë harru në shtëpi. Duke, kër i kanë po tankat e serbë, tash për ta tregoj historinë ti me ty, kër i kanë po tankat serbe, ndoshta ai presioni që me ike dhe se cili ndoshta e ka këshyr gjendjen e vetë për me i shpëtu asoj gjendje të tmerrshme, edhe mu më kanë harru mirë, po mu ma shumë minuta, kështu që vajza Axhës temën po e përshëndes, ajo ma ka pështu jetën, ka ardhur më ka marrë, ja ka ofru nanës temë, edhe kështu që ja ku jemi, një natë të tesh, një natë të nëndsh. Këtë rast se po të ndërpres, ka qenë qika hollës, Lendita edhe nana që janë këthy më kanë marrë, edhe kështu që i përshëndesim dhe unë. Ne i përshëndesim realisht me prindin tënë vetë se bisedova, po i përshëndesim këtë familjarët e tonë, sepse e di që motrat e vëllezërit gjatë periudhës së luftës ndoshta kanë pas sakrifica shumë të rënda.
Një kënaqësi shumë madhe pata që bisedova me ty. Unë e di që ndoshta 26 vite nuk kemi çka me tregu sepse nuk e kemi përjetuar luftën, po përpësoj që kënaqësia jonë është që ne e kemi filluar jetën pas lufte të mos e përjetuar atë që kanë përjetuar prindërit tanë. Mirë, po kanë jep shumë sakrificë që ne me jetu sot këtë kohë. Kisha dashur me mbyll me ty. A kena ide që po e mbyllim? Ose po e kërkoj një mesazh prej teje si e re këtij fshati, çfarë do t'ju thoje të gjithë gjeneratës tonë? Dhe të gjenerata jonë po koncentrohemi. Gjeneratës tonë kisha dashur me thonë që mos me I harru sakrificat edhe krejt ato që I kanë bë paraardhësit tonë për lirinë që na sot e gëzojmë, edhe që mos me u dëshpëru me ndjek ëndrrën, sepse nëse mbyllet një derë, hapet një derë tjetër, kështu që ti dush me luftu edhe me gjetë rrugdaljen e jo me u ndal në atë vendin që dikush ta ka mbyll derën. Për ndryshe shumë dyrë mu kanë mbyll në vendin që prindi jem ka luftu për këtë vend, po çdo herë nona ma ka gjetë një rrugdalje me familjen time edhe kum vazhdu sot s'jam dërzu asnjëherë edhe nuk mendoj me u dërzu. Faleminderit qindra mia herë për këtë mesazh fantastik edhe rënovët prindjë dhe gjithë ata të cilët kanë luftuar dhe po e ritheksoj edhe një herë që ne me ndjek ëndrat e tona jemi këtu faltyre, kështu që faleminderit shumë e mine. Nuk e kisha zgjat shumë sepse mesazhi I Emines ishte I jashtëzakonshëm për të gjitha dyert të cilat ndoshta janë mbyllur, për të gjitha mundin e sakrificën. Ne duhet të shikojmë përpara që të mos e lëmë asnjë barrierë përpara nesh. Unë nuk kënaqa sot në fshatin Llanisht me këta pak njerëz që I takova, me këta njerëz me shumë zemër të madhe, shumë mirë që takova dhe Eminën sepse bëra dallime të gjeneratash që I kanë takuar fshatit Llanisht dhe historisë së tij, kështu që një falëndrim shumë I veçantë për të gjithë juve shikues të dashur që qëndruat deri në këto momente së bashku me mua, edhe uroj që histori të tilla, historia e Emines edhe e historianit edhe I zotit Xhemail që na treguan të vinë tek ju dhe të shërbejnë si frymëzim që atë dheu me asnjë formë nuk duhet braktisur, sadopak që të vim edhe të mos I lëm dyert tona që të na I mbuloj thera. Faleminderit që na ndjekët e shihemi të premten e radhës me një fshat tjetër ku ka më bukur se sa Kosova jote. Mirupafshim. Emisionin Votër me Valin mundësohet nga ISP Broadcast.